Një kull 14 katëshe pritet të jetë ndërtesa më e lartë në zonën e Gjirit të Lalzit, ku deri më tani janë miratuar kryesisht komplekse dhe fshatra turistik deri në 4 kate. Me këtë ritëm ndërtimesh, zona rrezikon të shndrohet në një golem të dytë. Mania për ndërtimet në lartësi duket se ka prekur edhe Bregdetin, i njohur deri më sot për ndërtime të ulta dhe në harmoni me natyrën. Agjencia e Zhvillimit të Territorit ka miratuar me kusht lejen për objektin kompleks, hoteleri, 1, 3, 13, 14 kate mbi tokë, rezidencë dhe shërbime 1 deri në 3 kate mbi tokë, në bashkinë Durrës. Subjekti zhvillues është shoqëria BIP Blessed Property Invest. Leja do të jepet pasi të plotësohet dokumentacioni tekniko-ligjor dhe pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë. Sipas dokumentave, parcela ndodhet në një zonë me karakter agrikulturor, me sipërfaqe totale 7333 metra katror dhe pa struktura ekzistuese. Në këtë truall parashikohet ndërtimi i një resorti me funksione hotelerie, apartamente dhe shërbime turistike. Nga dokumentet e qendrës kombëtare të biznesit, rezulton se pronari i firmës është Erald Mata, 36 vjeç nga Dibra, ndërsa administrator është Agim Isaku. Ajo që bie në sy është se kompania ka një kapital prej vetëm 100.000 lekësh. Vox News shkruan se Mata dhe Isaku kanë qenë pronar të bar-restorantit Ibiza në Gjirin e Lalzit, ndërsa niptet e subjektit rezultojnë të pezulluara dhe të çregjistruara. Sipas projektit, kulla 14 katëshe do të jetë ndërtesa më e lartë në zonë, duke ndryshuar konceptin e deritanishëm të zhvillimit me ndërtime të ulta dhe në harmoni me natyrën.